Sot në këtë përjetor të rënjës e rrujt Luan Radinaj, në emër të familjes, ju falenderoj për prezencën dhe ndërimin që i bëni figurës të tij. Sot nuk e kujtojmë vetëm rënjën e Luanit, por e përkujtojmë edhe trashëgimin që na la e pas, një emën që na frymëzon në një rrugë që vazhdon, sakrifica e Luanit dhe brezit të tij për brezin tonë janë frymëzim që gjithë herë me besim krijt ta vazhdojmë rrugën e tyre.